influencuar nga njëra anë në forcimin e kësaj dëje të madhe, por ka shtuar dhe ka sjell përpjekje madhore nga ana e forcës opozitare për të marrë atë që po ju hiqe nga dora, pra për të marrë të vërtetën. Dhe Niko, autori i ZDF-s, e rëndësishme të nënvizohet se është një kanal i rëndësishëm për Gjerman që jep këtë reportazh publik. Vjen edhe një moment që unë si avokate djallit në këtë rast mund të them se pse vjen në këtë moment. Ndoshta ka një pozicion të Gjermanisë shtetërore, pra të Gjermanisë qeveritare, të qeverisë gjermane mbi çështjet e mbi qasjen e tyre ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pra unë do isha shumë më falenderuese dhe duar të kisja më shumë këtë dokumentar nëse do të publikohej në momentin e duhur. Pasi është një dokumentar jo turistik, jo udhëtimi, jo promovues, po është një dokumentar raportues që sjell fakte, sjell vërteta dhe faktori kohë në një dokumentar të tillë është mjaft i rëndësishëm. Megjithatë, ne gjatë këtyre viteve të një opozite, brenda opozite, por dhe një opozite e cila tashmë ka marrë atë që meriton të jetë një nga faktorët kryesor për kthimin apo përmbysjen e kësaj diktature dhe kthimin e një demokracie në Shqipëri, ne jemi përpjekur të kënaqemi apo të pranojmë faktin se shqyqyr po flitet. Dhe kjo shqyqyr që po flitet ka dhe ato fijet e padukshme që unë mendoj se kanë influencuar në vonesën e publikimit të këtij dokumentari, që edhe pse tashmë duket si retorik, pasi edhe mediat kanë influencuar tash faqe si retorik, por faktori Soros, të paktën herë të tjera ku kam qenë pranishme dhe kam parë intervista të tilla të liderit të opozitës të bllokuara gjatë këtyre kohëve nga media ndërkombëtare, në këtë intervista fjala Soros ishte kryefjalë. Dhe mendoj se dhe kjo fjalë ka influencuar dhe media ndërkombëtare, qoftë publike, qoftë private, të publikojnë të vërtetën. Dhe dua të them dhe këto, se edhe domethënë një nga rregullat bazë të gazetarisë mendoj është që kur je vetë dëshmitar dhe provë, askush mund të vënë në dyshim ato që po thua, pavarësisht burimeve që i kanë peshën e tyre. Mos harrojmë dhe faktorin e diplomacisë që autori i reportazhit e përmend. Unë mendoj se diplomacia amerikane shumë herë gjatë këtyre vite ka përcjell të vërteta gënjeshtra, shumë herë dhe përmes Romës, shumë herë dhe me riskun e ne gazetarëve, dhe këtu disa gjëra do të marrin dhe peshën dhe vlerën e tyre, pasi edhe në këtë fushat elektorale kam parë të vizotërojnë disa të vërteta, jo të vërteta të personave pa merit në këtë peshë që duhet kishin, por sa i takon vërtetës flas. Prandaj them se dhe diplomacia amerikane ka ndikuar dhe ka influencuar përmes faktorit Soros, po përmes dhe faktorit dollar për të bllokuar të vërtetën dhe me peshën e asaj dëje të madhe diktaturë që po të isha unë, do i kisha dhënë një tjetër titull të reportazhit. Me diktaturën e fillove, me diktaturën e mbyllë argumentin tënd, ciklik e mbyllë rrethin e vlerësoi mendimin e strukturuar Alba.